ato që kemi bisedu sot me kryeministër për kërkesat tona që kemi na si komuniteti bošnjak, na jemi i knaqë, nëse bëhet, unë shpresoj se ka me bëhet qeveria Kurti si pas fjallet e kryeministrit, që ashtu na kena ben pas pjesëmarrje edhe shpresoj se kena me pas mundësi të realizojnë ato kushtet, kërkesat që kemi si komuniteti bošnjak. Cilat janë kërkesat, zoti Demiri? Cilat janë kërkesat konkrete? U tha që zonja Duda Bale, që i bjen një lloj oponence juaj politike në raport me komunitet, të ketë kërkuar krijimin e komunës së Reçanit si kusht të veçantë. Më pastaj informacionet e mia ishten që ju do të përpiqeni që të bëheni bashkë si subjekte politike që i përfaqësoni komunitetin bošnjak dhe të funksiononi në formë unison ose unike në këtë drejtim. Çfarë ka të vërtet këtu? A është kërkesa për komunën e Reçanit edhe çfarë mund të na thoni më shumë? Normal që to ka qenë gjithë në rendin e parë edhe në çdo kërkesë na si koalicioni vakat kemi pas kërkesë për komunën e Reçanit. Në anën tjetër, na jemi vetë dëshmitar që Duda mas zgjedhjeve, ajo ka fol edhe ka thonë me çdo cilin kryeministër që do të vjen, një prej kushtove ka me qenë komuna e Reçanit. Tani sot deklarata e Dudës nuk ka qenë kusht, edhe kur e ka thonë deklaratën për media, edhe kështu ajo ka thonë është kërkesa. Deri realizimin s'ka me qenë kur gjo. Sepse Duda ka pas atë shans, nuk është herë e parë në kuvend, ajo ka pas mandatin 4 vjet, edhe ka pas shumë mundësi me punu për komunën e Reçanin. Duda Bale në mandatin e vetë nuk ka asnjë fjalë që ka folë publikisht ose që ka kërkuar prej kryeministrit këtë kërkesë. Kjo është një loja politike, sepse na e dim, nuk e di sa keni informata ju, sepse në atë pjesë, në Zhupen, ku jam unë atje, që nëse bëhet komuna që muj me qenë kandidati për kryetarin Reçanit, Duda Bale ka humbë zgjedhje, edhe tash kjo është veç një loja politike që Duda përmes atë maheret të kusht, tash është kërkesa që po donë me ngrit vota, se shumë kesh ka kalu në Zhupen, nëse duhet dikush me folë për komunën e Reçanit, atëherë na kemi marrë besim prej komuniteteve bošnjakëve që jetojnë në Zhupen, edhe na jemi adresa për formimi komunës. Në anën tjetër që shë kënë dëgjune, tash kur e ka folë zoti Damka, lidhur me komunën, une nuk e di që është ndryshuar ligjin, edhe nuk duhet 2/3, që shka thonë Pikrim Damka, për formimi qeveris. Unë mendoj, ja tash jakur që kemi shansen, sepse duhet 50 vota prej shqiptarve, prej shumicës, edhe 11 vota prej komuniteteve. Do thot edhe një vot prej komuniteteve jo sërb, se na jemi prej sërb, se na jemi vetë, që jemi prej komuniteteve jo sërb, edhe një vot do thot prej komuniteteve 2/3, ajo prej krejt parlamentit. Atëhere me një shumicën thjesht, me 61 vot, mundet me formu komuna e Reçanit. Ose komuna e bošnjakëve. Demiri, në sa e kuptova, ju dhe ta mbështesni zotin Kurti, për zonja Duda Bale nuk dhe ta mbështes, a i bje kështu? Apo mund gjeni një